Kuvendi i Kosovës, do të provojmë që të krijojmë një lidhje me avokatin Ardian Bajraktari, me të cilin do të flasim për këtë segmentin ligjor, për këtë çfarë ndodhi sot, që në fakt më së paku pritej që të kërkojë edhe pak kohë për të bërë konstituimin e kuvendit. Përshëndetje zotri Bajraktari, faleminderit shumë për kohën që më ndani sot për ne. Përshëndetje edhe për juve dhe shikuesve të televizionit tuaj. Do duhej me u ndërpres sot në këtë mënyrë seanca për konstituimin e kuvendit dhe cilat janë, nëse mund të themi, ato rreziqet potenciale, duke pasur parasysh se jemi në fund të afateve ligjore që na kërkohen që të bëhen të gjitha këto obligime, duke filluar nga kuvendi e më pas edhe të tjera. Jemi afër limiteve të fundit të afateve, sipas llogaritjes së afatit nga ku është bërë certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve. E premtja, mesnata e së premtes është afati i fundit prej 30 ditësh, sipas të cilit afat, sipas një gjatë të gjashtë, por edhe interpretimet e fundit të gjykatës kushtetuese duhet të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, përkatësisht zgjedhjet kryetare dhe të 5 nënkryetarët, sepse tashmë sa i përket asaj se kur konsiderohet i konstituuar kuvendi, nuk ka dilema. Dilema ka qenë dhe vazhdon me mbet, fakti që çka nëse nuk arrihet me u përmbyll suksesshëm konstituimi i kuvendit, siç e kemi thënë që në kryetëre, sa gjykimi ku gjykata kushtetuese pati vendos këtë afat, pati vendos afat, mirë po jo dhe pasoj çka nëse nuk zbatohet ky afat. Nga ajo që natyrisht pati devijim nga rregulloria e punës së kuvendit, për faktin se sipas rregullorës së punës së kuvendit edhe interpretimeve të gjykatës kushtetuese, seanca konstituive është seancë strikte, sipas të cilës natyrisht që nuk lejohet debati dhe diskutimi i tillë çfarë e pam sot. Me rastin e pikës përkatëse të zgjedhjes së kryetarit, ftohet subjekti më i madh politik me të drejtë për ta propozuar, dhe ka propozim ose jo, mirë po jo dhe diskutimet e kësaj natyre që pam. Nga ajo që eventualisht pam dhe mund të arrim të kemi konstatime, besoj që është një afat shtesë që palët përpiqen në rast se eventualisht do të kenë marrëveshje deri nesër ka fundi i ditës, në mënyrë që pastaj natyrisht që në varësi prej marrëveshjes ose jo të procedohet tutje me konstituimin e kuvendit. Dhe çka pas kësaj, duke qenë se mesnata e ditës së nesërme është afati i fundit ligjor që e përmendet edhe ju, na e mundson këtë? Unë pres që të ketë konstituim të kuvendit, që do të ketë konstituim të kuvendit përkatësisht marrëveshje paraprakë në mes të dy subjekteve politike që kanë zhvilluar bisedime deri tash. Jam pesimist bazuar edhe në... Si duket kemi një problem me linjën që kemi me zotrin Bajraktari. Në fakt më tha një gjë shumë interesante pak më parë, që kanë probleme energjinë elektrike dhe ka mundësi që pikërisht kjo të jetë arsyeja. Zotri Bajraktari, po na dëgjohen tani? Në rast se po dëgjohemi, po tani shkputje. Dhe po ju dëgjoja derisa po flisni, imagjinoj po presim se konstruimin e legjislaturës së 11, ndërsa nga mëngjesi e gjatë gjithë ditës sipas paralajmërimeve në qendër të Prishtinës nuk ka rrymë, kështu që llogaritni në çfarë periudhe po jetojmë. Megjithatë, isha duke thënë që pres që nesër të ketë konstituim të kuvendit, sa do të ketë konstituim të kuvendit duke i paraprijë një marrëveshje në mes të subjekteve politike që kanë zhvilluar negociatat deri tash ose jo, apo jo, mbetet të shihet, ndonse në binjen time jam pak optimist që mund të ketë marrëveshje, bazum edhe në betonizimin në pozicionet të tyre, por është fakt në këtu që disa eksponentë me thekse veçantë të lëvizjes vendimdhëse tashmë vetëm kanë filluar me sulmet e tyre në drejtim të edhe lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe në rast se nuk do të ketë marrëveshje, atë mund të kemi konstituim të kuvendit prej nga ku fillojnë me rrjedh edhe afatet të tjera me thekse veçantë, ai për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit, i cili duhet të bëhet jo më vonë se 60 ditë nga momenti i konstituimit të kuvendit. Dhe në një situatë mos zgjedhja brenda këtij afati, atëherë natyrisht që tashmë sipas interpretimeve të gjykatës kushtetuese,
sipas fuqisë kushtetuese vendi do të shkojë në zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 45 ditë pas kalimit të këtij afati prej 60 ditësh, nëse nuk do të ketë zgjedhje të presidentit. Pra rrezikojmë që të bëjmë edhe shkelje ose më mirë të themi të hyjmë në këto shkelje ligjore në rast se nuk respektojnë këto afate. Natyrisht, bazuar në diskursin qasjen polarizuese dhe mosgatishmërinë e skenës politike në përgjithësi e fituesit relativ të zgjedhjeve në veçanti për të reflektuar në raport me konsensusin dhe kompromisin si bazament të demokracisë, atëherë natyrisht që këto veprime mbase janë edhe të pritshme. Për fat të keq, ai që po pëson është qytetari i vendit, e thash në vitin 2026 në qendër të Prishtinës nuk kemi energji elektrike. Edhe kemi kryeministër në detyrë i cili është i pari që bën devijim të rregullores e që në fakt nuk lejohet me debate këtu. Po të jap edhe një herë fjalën që të përfundosh atë çfarë po thoje zotri Bajraktari dhe të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne. Kënaqësi si për herë, le të shpresojmë që megjithatë të kemi themelim të institucioneve. Kosova dhe qytetarët e saj kanë humbur dhe po humbin mjaftueshëm. Prandaj le të shpresojmë që klasa politike të ketë marrë mësimet e nevojshme në drejtim të arritjes së konsensusit dhe kompromisit si bazament të demokracisë, nëse në horizont nuk është që po vrehet një diçka e tillë. Të falenderoj shumë zotri Bajraktari, faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit.